339 nuk është dosje në përgjim për votën. Është për trafik. Duhet të niste një dosje tjetër. Ngjarja për mua është kjo. Pse nuk ka hapur? Pse nuk është vazhduar hetimi për këtë e para? E dyta, u shkarku një ministër. Pyesni pak prokurorin nëse munden, e zëdhënësin. U shkarku një ministër, pikërisht që mos të hetosh kjo. Agron Gjafa. Fatmir Gjafa nuk u shkarku se kishte vllajën se kështu e tjerë, sa jo dihesh. Jo, kur e kishte vllajën nuk u shkarku. Kur e kishte vllajën nuk u shkarku, por u shkarku në momentin që u njoftu që do kishte arrestimet mëdha dhe ju e dini që ka qenë këtu Vangjosh Dako, u tha që mund të arrestohet e tjerë. Ne nuk e dinim, po e kemi pasur në debat dhe në këtë moment u shkarku Fatmir Gjafa. Fatmir Gjafa u shkarku pikërisht që të fshihesh ky krim elektoral. Sepse po të zbuloj... Gjafa u shkarkua që të mos arrestohet Dako? Pa diskutim, po. Po kjo së takon të Gjafës, takon të prokurisë. Po pse shkarkuan Fatmir Gjafa? Jo, i takon të prokurisë, nëse prokuria merr vendim për arrestimin policia... Ju mendoni se ka prokurori këtu? Po të kishe prokurori, do ishte bërë hetimi për këtë. Po çfarë prokurori leshi më ka këtu? Ajo është për mu prokuroria, ore, flasim seriozisht ne? Prokurori në Shqipëri? Po të kishe prokurori dhe gjykata këtu, normalisht s'do kishim këto probleme ne. Le që thonë ta, jo, kemi rregullu drejtësinë. Drejtësinë, nëse ti liron gjithë burgosurit kriminal, dhe nëse të gjithë të vinë në parlament, dhe nëse gjithë Shqipëria bëhet me dorë, ku ke prokurori, ku ke polici, ku ke s'ke shtet më. Marku, po rrezikon që të bijem në një arrestim thjesht për qetësuar situatën? Se edhe kjo nuk është drejtësinë. Ora, edhe mundet që mund të arrestohet edhe Dako, ku diun 2-3, por kjo nuk e zgjidh problemin, mendoj. Nuk e zgjidh. Edhe Basha thotë nuk ka marrëveshje me këtë.